Sa është më rëndësi formimi i institucioneve që po zhagitit aktualisht? Shumë është më rëndësi. Edhe këtu është shumë rreziku që nëse ne vonohemi, sa më shumë që të vonohemi, pasojat e më të rënda edhe për të akuzuarit tanë atje në Hagë. Sepse Kuvendi i Kosovës në mbledhjen e parë, pasi të konstituohet, duhet ta trajtonte trajtimin e gjithë procesit gjyqësor, sepse atyre po shkilin të drejtat elementare njerëzore. Edhe duhet ta ngresh zërin Kosova në këtë drejtim, ta ngresh zërin fuqishëm, jo vetëm sa formalisht, por fuqishëm ta ngresh zërin. Tu po reagojnë vetëm disa shoqata të luftës dhe as qeveria, as Kuvendi, avokati i popullit ka pas një shqetësim edhe një takim me Trëndafilovën dhe sipas informatave aty kanë ngrej këtë çështje, mirë, por nuk mjafton vetëm avokati i popullit, sa ajo është i pafuqishëm, nuk ka në ndikim të madh. Duhet qeveria, Kuvendi i Kosovës, si themeluesi i kësaj gjykate ta ngrejë zërin. A pret një rallje që të ndodhë kjo, që ta bëj Kuvendi i Kosovës? Unë e pres. Duke njohur këtë habitat politik të tashëm. Megjithatë unë e pres se ka djemë dhe vash aty që janë energjik dhe do të kërkojnë që të keq. Është momenti i fundit, më qenë se ka mbaruar. Do të kërkojnë që të zbarkojë interesimi i shtetit të Kosovës. Në serioze trajtohet kjo çështje, sepse nëse nuk trajtohet këtë mënyrë sa më parë, pasojat do të jenë shumë të rënda dhe konsideroj se zbrazja e Kosovës që po bëhet nga kodrat e reja, nga familjet e reja që po largohen nga Kosova është një humbje e madhe për Kosovën. Kosova çdo ditë po humb shumë qytetarë të vetë, shumë ekspertë të vetë, të cilët po i largohen Kosovës, duke mos parë se këtu ka ndonjë perspektivë në të ardhmen, për fëmijët e tyre, për nipat e tyre, për mesat e tyre. Kjo është shqetësuese dhe institucionet tona sa më parë duhet të themelohen dhe të jenë në shërbim të mbrojtjes së interesave të gjithë qytetarëve të Kosovës, ta funksionalizojnë shtetin e Kosovës dhe mos të dëshmojnë akuzat e Serbisë. Mos triumfojnë objektivisht. Se Serbia shteti i Kosovës është shtet rrëfimi dështuar. Po, shtet i dështuar. Ishte shtet të bashkuara të Amerikës dhe i partnerëve. Njësoj siç e thot Rusia. Ashtu është.